Dita e kërcimeve Arben Mlloja. Kështu titullohet aktivitetit që është sot në Shkodër, pikërisht në nderim të kësaj figure të nderuar të atletikës shkodane dhe asaj shqiptare. Arben Mlloja, urime. Faleminderit zëgas. Nga si e veçantë, të jetë një aktivitet Të them të drejtën, i personalizuar. të bëhet një aktivitet atletike me emrin tim, nuk është diçka e vogël, unë tu gjej rastin të falenderoj Federatën Shqiptare të Atletikës dhe Bashkinë e Shkodrës për këtë organizim kaq të mrekullueshëm, njëkohësisht të falenderoj të gjithë shokët, miqtë, sportdashtë, tifozët e Shkodrës që më nderuan sot në këtë aktivitet që për mua ishte një aktivitet me shumë lira. Një jetë të tërë në sportin e atletikës, kampion, rekordmen, pastaj edhe trajner në vijim dhe atlet veteran në pjesëmarrës në shumë gara ndërkombëtare me veteranë ashtu si shkëlqyen edhe në rini, i mbushur me gjithë karrierë sportive. Unë, si që po atë edhe gjatë shfaqjes aty, unë kam i fatë të malë që të gjitha titujt, medaljet, trofet i kam të gjitha të rujtuna. Edhe me që u bë kjo aktivitet më dha mundësia, për këtë aktivitet thasht të hapi edhe një si tip ekspozitet, ku edhe njerëz dhe sportdashtë dhe shokët e miqtë e mi, t'i kujtojmë ata vitet si kemi bërë sport. Prandaj nga të gjithë të pranishmit sot këtu ishin falënderime të mëndryshme. Çfarë mund të veçojmë diçka nga gjithë këto vite karrierë si sportist qëllimisht? Me të thënë gati se unë po mushin 50 vjet që unë nuk i dam njësaj pisës së Shkodrës. Ndoshta mund duket që shumë, po ka plot 50 vite që unë jetoj me sportin, jetoj me atletikën shkodane, po jetoj edhe ka disa vite që jetoj me të gjitha ekipet e qytetit të Shkodrës. Tash më në rolin, po thuaj si 20 vite, tani në rolin e fizioterapistit. Të them të drejtën, kënaqësia edhe atëherë si sportist, po kënaqësia edhe tashti që jam si i shërbej ekipeve sportive. Ju keni qenë kampion dhe rekordmen me vllaznin, antar e ekipit tonë kombëtar, dhe do të ishte me interes një përmbledhje e përgjithshme e sukseseve tuaja. Janë shumë tituj kampion. Garat që kam zhvilluar janë një ndër garat më të vështira të atletikës. Kërcimi zjati një, po në veçanti gara 10 gashit është një garë që edhe sot ka disa vite, që është në vitin 93 që unë kam lënë sportin, aja garë nuk zhvillohet. Nuk zhvillohet për një arsye, që kjo është një garë si dënë përgatitet madhe fizike, një garë që brenda 2 ditëve do bëhen 10 gara. Edhe pjesëmarrje unë kam arrit me bëhet deri në 13 gara në brenda 2 ditëve, domethënë janë bërë 10 gashi, gara kërcimi zjatit edhe 2 stafetat. Kam pas fatin del shumë vite kampion edhe me vllaznin, po kam pas fatin tjetër del edhe me ekipin e Partizanit. Dhe natyrisht nga sporti aktiv si sportist, ju aty jeni pjesë e sportit, por në një disiplinë tjetër si fizioterapist dhe mjek sportiv i klubit Vllaznia. Edhe kjo është një kësaj në veti. Kur ekipet ju shërben, kur ekipet arrin rezultatet nalta, për shembull për të përmendur ekipin e futbollit femna, që jam të 14 vite që marr pjesë në Champions League me këto vajza që na kanë rruar, kanë hidhen 16 ekipet më të mira. Po kështu tashti herën e fundit dol me 3 titull kampion me futsalin, me futbollin e femnave. Po kështu edhe bana garën edhe vetë para një muaji që mora pjesë në kupat e Europës, në garën e atletikës, në garën e hallështinës, ku u rendita i dyti, që po thuj se ndoshta nuk ju bën në jehon e madhe, po dola vend të dytë në këtë kampionat evropian që u zhvilluar në Shkodër, ku morra medaljen e argjend. Për disiplinën e mjekësisë sportive diçka më shumë, sepse krahas jush ja keni deleguar gjithë familjes, se dy djemt tuaj janë aktiv dhe mbulojnë shumë sporte. Të gjithë ekipeve të sportit ju kam vënë në dispozicion klinikën. Ndoshta këtu e përmendni edhe vetë presidenti i futbollit femra Lazematia. Klinika jeme me gjithë dy djemtë e mi është në dispozicion non-stop për të shërbyer sportit të Shkodrës. Domethënë aty vinë sportista për fizioterapi të gjitha llojeve sportit të qytetit të Shkodrës. Edhe këtë do vazhdoj me besimin më të madh, me dëshirën më të madhe, përveç këtë si e kam pas vetë, këtë ju kam ushqyer edhe fëmijëve të mi, si Alit, po kështu edhe Redit.
Cili prej tyre duket se është me afër Bermojës? Të them të drejtën, ky Albi Malli, nga që sot janë të ri, kanë oferta shumë edhe jashtë, kërkohet shumë edhe mjekësia sportive, sidomos fizioterapia, kërkohet jashtë, do të largohet, do të ikon të punojnë në Gjermani. Kurse me Redin jam i fije ma i lidhën, edhe ky besoj do t'ja mushi me si mos më largu për të rrinë këtu në Shkodër, të shërbejnë kë sportistëve të Shkodrës. Morët shumë përgëzime nga pjesëmarrësit, nga kolegët tuaj, nga Federata Shqiptare e Atletikës, nga drejtuesit e rëndësishëm lokal, por ishte një moment emocionues kur gjyshin e rrethuan edhe nipat dhe mbesat. Atë tham të drejtën, gaci nuk ishte parashikume, kja ishte një surprizë si ma banen, unë kishte një diçka tjetër se aja këthuj sot ka nga Italia, se kja mese e të në Itali, ka ardha pas afat vetëm për ceremoninë teme. Kështu si emocionet janë, besoj si e provon që ashtë gjysh, se çfarë emocionesh ka një për mesën për ashtu. Unë kam marrë i diçka tjetër që unë as nuk kam pas motër, as nuk kam pas vajzë, po ndoshta vajzat janë i fije pak më të dashura se sa djem. Ka një dashuri tjetër. Beni, pjesë e ceremonisë së sotme ishin edhe shumë vlerësime, dedikime, qoftë nga Federata Shqiptare e Atletikës, nga Këshilli Bashkiak i Shkodrës, nga kolegët tuaj, por në mini muzeun tuaj janë me dhjetra dekorime, tituj, diploma, medalje. Atë libër, se i qymë libër medaljesh, si e thash edhe aty si është ideu mua bashkëshortja ime, aja rrin gjithmonë në korridorin e shtëpisë time. Korridor na jena shtëpi private, korridoret janë të mëdha. Edhe disi ma duki ta 2 ditë gaci si nuk ka kënë kë raft medaljesh aty në korridor, ma dukte komplet bash. Tash do i shtohen edhe disa tituj tjerë, ashtu, po faleminderit, nuk i prishet të betoj, këto falenderime, këto domethënë përgëzime që i dhanën gjithë pranishëm sot këto. Po gjajrasin edhe nëpërmjet ekranit tuaj i përshëndes të gjithë ta shokrit ta miq. Përgjithsisht, sa mund të jetë numri i vlerësimeve atyre dekoratave që janë në stet? Të them të drejtën, titujt kampion në kohën para 90-t janë vetëm 13 tituj kampion, 13 vite rreth kampion, si ti vet i ke kanë vetë edhe sportista di çka ka kanë për medal në ato vite kampion Shqipërisë. Apo ka kanë shumë e vështirë. Se nëse tash ti për shembull në një garë marrin pjesë 3-4 vet, atje kena kanë me ka 2 bateri, me ka 15 vet ose 20 vet me marr pjesë një garë. Ka kanë shumë më vështirë për medal aq më tepër me ata kushte. Ne kena kanë di shumë të bëjmë garë në këtë tartan që kena këtu përballë. Ne kena varpun pista me dhe, si i pat edhe fotot nështë dikuj ty në rinis nuk i duken diçka ata fotot bardhëzi, po këta që i kanë një fije si e kanë përjetuar ko, u mrekulluan të pa fotot bardhëzi ku ishin të ekspozume. Duke qëndruar tek atletika, ju vazhdoni të jeni i lidhur me këtë sport, vazhdimisht shikoni në stadiumin Lero Boriçi, në pistat dhe pedanët e kësaj stadiumi. Unë rri çdo ditë me trajnerat e atletikës. Kena fatin e madh që edhe aty kena pas trajnerat e mrekullueshëm të atletikës, po atë është një brezëri, një trajnerash shumë të apasionuar për sa i përket sportit atletikës. Pa shoh disa vite kampione absolute, Shkodra ashtu. Unë rri çdo natë të them të drejtën, pijmë edhe kafe me këta trajnera, e diskutojmë për këta problemet tyne sportistave, edhe unë kënaqem kur këta sportista arrin rezultate të larta edhe po nënërojnë edhe në arenën e kombëtare. Vllaznia absolute e Shqipërisë, titulli 29 është fituar pak ditë më parë, 17 rradhazi, fal asaj që thatë edhe ju kolegëve tuaj të nderuar, duke filluar nga kryetrajneri Albert Marashi, përdhuar me Bruno Rotanin, Dorian Tafen dhe Jetmir Jahjen. Ky është kuarteti, i cili me të vërtetë është tashmë shumë pararoj në drejtimin atletikës shkodrane. Një rekord, po themi. Po vazhdon tradita juaj. Të gjithë këta trajnerë, të gjithë kanë sportista talenta në grupin e tyre. Dikush janë në kërcimi i snartit, dikush në kërcimi i zgjatit, po fillojnë të bëjnë fillë konkurrencë trajnerët njëri me tjetrin për sportistat që kanë. Kjo është diçka e mirë, kjo të bën të ecësh përpara me rezultatet e tyre në garat e kampionateve të ndryshme që zhvillohen në Shqipëri. Dhe duke shkuar drejt mbylljes së kësaj bisede interesante që dedikohet pikërisht ditës së kërcimeve, siç tham më herët, diçka krejt të veçantë,
sepse ju dedikohet të ju Arben Mllojës dita 16 qershori 2025 në disiplinën ku ju keni pasur karrierën tuaj sportive më kryesore. Cili është mesazhi, urimi apo ndonjë rekomandim apo ndonjë këshill për brezat e ri të atletikës? Unë të them të drejtën, si rrimë edhe me trajnerat të punojnë sa më tepër, të stërviten sa më tepër, se në qoftë se do bëjmë stërvitje, çdo rezultat do dalin. Pavarësisht se mund kena periudha që mund kena në stopim në rezultate, por në qoftë se do bëhet stërvitje, rezultatet do arrihen. Mos ecim kurrë me teorinë që ja po nuk paguna, ja po nuk ashtu. Të bëjmë stërvitje, se në qoftë se do bëjmë stërvitje, atëherë kena drejt të marrim pjesë edhe të konkurrojmë edhe inshallah për një ekip tjetër edhe të huaj, siç janë edhe në të gjitha llojet e sportit. Të nderuar shikues, ishim në një bisedë ekskluzive me një mjeshtër të madh të atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, shpikërisht Arben Mlloja, i cili ka lënë pas një karrierë të pasur sportive, kampion dhe rekordmen me vllaznin në disiplinën e kërcimeve, kampion dhe rekordmen me Partizanin, por po kështu edhe me ekipin tonë përfaqësues, ku sporti vazhdon të jetë pjesë e tij e familjes Mlloja, tashmë duke shërbyer me 2 djemtë e tij në sektorin e mjekësisë sportive. Sot ishte ditë e veçantë për Arben Mllojën, por për familjen Mlloja. Dita e kërcimeve në atletik 16 qershor 2025, ju dedikua nga Federata Shqiptare Atletikës, Bashkia Shkodër, Klubi Vllaznia, pikërisht për këtë ngjarje të shënuar dhe të karrierës të Arben Mllojës. Beri, faleminderit për intervistën dhe ju uroj për gjithë këto vite që na keni ndaj gjithmonë afër, edhe ju dashje pa dashje për mua keni bënë një provim shumë mirë për sa i përket sportit, dhe në veçantë sportit atletikës. Kemi qenë së bashku prej shumë vitesh në karrierën tuaj si sportist dhe tashmë vazhdojmë edhe shumë si trajner, por edhe si mjek sportiv. Gjithë mirë. Shumë faleminderit.